Çfarë të mëson namazi për jetën tënde? A ke menduar ndonjëherë se namazi nuk është vetëm një detyrë fetare, por një udhëtim që të mëson si të jetosh më mirë? Çdo tekbir, çdo ruku dhe çdo sejdë kanë një kuptim të thellë që lidhet me jetën tënde të përditshme. Namazi të mëson disiplinën. Namazi të mëson të respektosh kohën. Të 5 kohët e namazit janë një kujtesë se jeta ka rregull, harmoni dhe balans. Kush mësohet të falet në kohë, mësohet të jetë i rregullt edhe në çdo punë të jetës. Namazi të mëson për ulësinë dhe durimin. Kur përkulesh në ruku dhe bie në sejdë, e kupton se njeriu nuk është asgjë pa ndihmën e Zotit. Ai moment për ulësie të mëson të mos krenohemi me atë që kemi, por të jemi falendëruese të durueshëm në çdo situatë. Namazi të mëson falënderimin. Në çdo rekat ne themi Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi dhe lavdrimi i takon Zotit të botëve. Kjo është një thirrje që të jemi mirënjohës edhe për gjërat e vogla, për frymën që marrim, për paqen në zemër dhe për mundësinë e një dite të re. Namazi të mëson lidhjen me Zotin. 5 herë në ditë Zoti të fton për bisedë. Në atë moment zemra gjen qetësi që nuk e jep asgjë tjetër në këtë botë. Namazi është streha ku shpirti pushon, ku lotët shndërrohen në qetësi dhe ku shpresa rizgjohet. Nëse e kupton mesazhin e namazit, ai nuk mbetet vetëm 5 minuta në ditë, por bëhet mënyra jote e jetesës, sepse namazi nuk të ndryshon vetëm si besimtar, namazi të ndryshon si njeri.